Grevësorisë dhe ditën e 10 të grevës ku punonësit kanë pezulluar punën dhe ne bashkuar ne. Ne sot në mëngjes në orën 7 kemi dalë përballë zyrave të kompanisë Bankers ku kemi bërë thirrje për të realizuar kërkesat tona. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizata shoqërisë civile na janë bashkuar, kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështeten ndaj nesh. Djemtë janë të vendosur për të qëndruar deri në fund. Ajo që kemi kërkuar është rritja e fondit të pagave, dhe shpërndarja e fondit për pagat e ulta. Për pagat për punonësit që janë në fushë, për punonësit që punojnë aty 24 orë në 365 të vitit, në kushte të vështira, në shi, në borë, në breshë, në temperaturat të larta. Pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një shtetas kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për t'u thënë punonësve më vonë që ti ke qenë